Kthehemi në studio, jemi tani në pjesën e tretë emisionit në hapësirën e ekspertit. Kam nderin dhe kënaqësinë të kem në studio këshilluesin e mjekësisë holistike, zotin Nikola Ndoni. Zoti Ndoni, përshëndetje, faleminderit për kohën tuaj. Përshëndetje, kënaqësi, faleminderit për ftesën. Do të diskutojmë sot, ndoshta do të prekim pak nga të gjitha, po nga biseda paraprake që po bëni më herët, më bëre kurioz për dy element. E para tani, për personat që kanë probleme me absorbimin e hekurit, anemikët dhe problemet e tjera me nivelin e hekurit ferotinës në gjak. Tani, si i bëhet sipas jush, ju thatë që keni zbuluar një element që nuk është se keni zbuluar ju, ka qenë aty tabel të Mendelejevit, po keni zbuluar një lidhje të këtij elementi me hekurin në gjak. Kush është ky element tani dhe është ky shpëtimi i anemisë? Faleminderit për pyetjen tani. Në sa e folëm pak më para, unë kam bërë një postim par dje, mos gaboj, për punën e anemisë. Anemia është një epidermi që nga fëmijët një herë edhe deri tek moshat më të mëdha. Dhe çuditërisht është i padresuar, dhe ndërkohë që rastet sa vjen e shtohen. Ka një gjë që pa hekur ne nuk bëjmë dot. Për arsye se hekuri bën që të prodhohet energjia në qelizën, në mitokondria. Do të thënë, është një përçues i oksigjenit dhe pa hekur ne nuk funksionojmë dot. Por është edhe vërtet dhe tjetra që shumë hekur është shumë i dëmshëm, sepse hekuri oksidohet shpejt. Oksidimi i hekurit është ndryshkja e hekurit, ai që ndodh në tek hekuri. E njëjta gjë ndodh në trupin tonë. Shumë hekur do të thotë oksidim shumë, do të thotë shkurtim të jetës. Por ndërkohë, çfarë nxjerrin studimet e fundit, se nuk është zbulimi im, unë vetëm gërmoj të kam thënë, studioj dhe gjërat që më lidhen pastaj më bën sens edhe mundohem që t'i përçoj të tjerët. Hekuri, pasi kryen funksionin e vet në qeliza, duhet që diku të shkojë. Dhe trupi ka një aftësi të jashtëzakonshme që këto lëndë që ngelen në organizëm ti rikuperojë dhe ti përdor për nevojat e vet. Që do të thotë që hekurin ta kthej, ta bëj të asorbueshëm dhe të ripërdorueshëm. Dhe ajo që nuk e thon mjekët se dhe nuk e din, për fat keq sepse nuk i mësojmë për këto, që mbi 90% të nevojave të trupit ton për hekur ne i marrim nga proceset e riciklimit. Mbaroi punë hekuri, u prodhua energjia në qeliza, atëherë kthehet ky hekur edhe e përdorim përsëri në trupin tonë. Por ama hekuri nuk mund të funksionojë tamam dhe që të mos jetë i dëmshëm për organizmin ka nevojë për bakrin. Fatkeqësisht bakri në çfarë formë? Bakri element gjurmë. Ne kemi nevojë për të paktën 90 elementë të ndryshëm metale. Rreth 90 që të funksionojmë. Në sasirat të mëdha, në sasirat vogla, faktikisht ndahen në metale dhe në element gjurmë. I kanë dalë mjekësia kështu sepse te metalet futen, domethënë magnezi, kalciumi, potasi. Hyjnë te metalet sepse kemi nevojë për një sasi 50 mg në ditët. Kush ka nevojë, domethënë elemente për të cilat ne kemi nevojë në një sasi 50 mg në ditët, edhe më shumë hyjnë tek metalet, ndërsa metalet e tjera pastaj që kemi nevojë për sasira shumë të vogla, po që s'bën dot pa to hyjnë te elementet gjurmë. Dhe te në elementet gjurmë pastaj janë rreth 90 që kemi nevojë për t'i marrë dhe një ndërto është bakri për shembull. Është i nënvesuar dhe ja ta mbaroj çik lutem. Dhe bakri pastaj e bën pikërisht hekurin të përthithshëm dhe të padëmshëm. Domethënë ky hekur që edhe bakri pastaj ndërkohë vepron edhe në mitokondria për prodhimin e energjisë. Me fjalë është një pathway, aty është një pas për prodhimin e energjisë, një hap për prodhimin e energjisë ka nevojë për bakër. Toka është e varfëruar, produktet tona nuk kanë. Dikur s'kishim nevojë ne për sasi të bakrit, sa kemi nevojë tani sepse kishin produktet që ne hanim. Kishte në natyrë, kishte në ujë, kishte gjithandej, ndërsa tani nuk ka më. Edhe ne kemi nevojë për rreth 4 mg, 4-6 mg në ditë ka nevojë trupi ynë për bakër. Tani, zoti Ndoni, ndjes. Gjë e parë që më vjen në mendje kur ju thoni bakri është ato telat e bakrit, po ka formë konsumueshme bakri si? Po patjetër. Çdo elementet gjurmë janë shumë domosdoshëm në trupin tonë. Po në çfarë forme janë? E ketë ushqime dhe shumë elemente. Është në ushqime. Po patjetër është në ushqime, atë po them, është në ushqimet tona.
Edhe normalisht ne duhet ta merrim nga ushqimet tona. Edhe nga merret ka të gjitha çdo gjë që del nga toka. Por toka është e preferuar, atë po them, e këtë mishi për shembull. Bakri? Po, këtë mishi patjetër. Patjetër, dhe shumë elemente gjumi gjen te mishi. Produktet shazore janë shumë të pastra me këto mikroelementet, shumë që janë të domosdoshëm për mirë funksionimin e trupit të njeriut. E nuk merren me to, dhe sot ajo që po prevalon është ortomolekula që quhet e diçka është ortomolekula, plotësimi i nevojave të organizmit me të gjitha elementet që ka nevojë për mirë funksionim. Zingu çfarë është një metal i dashur. Nga marrin na produkte të marrin. Te mishi ka me shumicë. Mëlçia dikur përdorej ose më saktë çmimi Nobel e kanë marrë një vit 3 mjek të cilët përdorin mëlçinë e viçit për shembull për të luftuar aneminë. Mëlçia është sekreti... Jo, mëlçia është sepse ishte pasur me këto elementet... Po e kam dëgjuar që përdoret si kur për shumë gjëra. Dhe me bukura është se hekuri i tepërt që bëhet edhe i dëmshëm për organizmin ku mbahet mëlçi. Edhe për këtë ishte shumë i pasur. Kjo është që kur them unë që jemi në padije dhe mjekët janë të patrajnuar për këto gjëra, sepse nuk i trajnojnë për këto, kam pikërisht për këto. Sëmundja vetë çfarë është, zotëri? Është element ushqyes që duhet të jenë në organizëm dhe mungojnë, në rastin konkret po flasim për bakrin, qelloj, flasim për bakrin, po serve edhe bakri, dhe elementet tjerë që s'duhet të jenë në organizëm, por çfarë janë toksinat. Por ama në rasti i hekurit, kur është me shumicë, për shembull, kthehet në toksinë për organizmin. Kështu që duhet ta marrim në parasysh që të plotësojmë nevojat e organizmit për bakër. Për bakër që është edhe një lloj frenuesi i hekurit tepër në organizëm, plus pastaj që bën të asorbueshëm. Tani, do i rikthehemi prap në lidhje së bakrit me hekurin, po duhet të pyesja gjithashtu zotin Doni, se sërish kur thua që marrja e metaleve si form elementësh gjurmë nën produkte shtazore, po jo vetëm. Tani, më shkon në mendje kjo ngarkesa e madhe metalike për cilën flitet shumë së edhe toksicitetin metalik të metaleve, që shpeshherë sjell smundje, është shkaktari i smundjeve neurodegenerative te fëmijët e vegjël edhe më rënd pastaj për sistemin nervor në tërësi. Ku është limiti apo kjo fije ndarse mes shumë dhe pak? Shikoj çfarë bëhet. Kur flas për toksicitetin, se po bëjmë dhe lapsun të folur tani, toksicitetin në metalet të rënda nuk bëhet fjalë për bakër, nuk bëhet fjalë për hekur, nuk janë këto element. Bëhet fjalë për alumin, bëhet fjalë për mërkur. Por çfarë bëhet tani? Alumini për shembull nuk është domosdoshëm fare për trupin tonë, nuk është i nevojshëm. Nuk ka asnjë proces në trupin e njeriut që ka nevojë për aluminin. E njëjta gjë ndodh edhe për kurin. Të dyja këto për shembull janë te vaksinat. Edhe nuk e kuptoj, po e kuptoj shumë mirë pse vendosen, përderisa ne nuk kemi asnjë lloj nevoje për të. Se kuptoj pse duhet jenë. Edhe janë pikërisht këto dyja që janë nga toksifikues më mëdhenj, edhe dëmtues më mëdhenj, jo vetëm të sistemit nervor, apo shkaku i krijimit të sëmundjeve neurodegenerative, por dhe shumë sëmundjeve tjera. Bëhet fjalë për këto metale, nuk bëhet fjalë për... Dhe kemi folur herë tjetër për lithiumin për shembull. Edhe lithiumi, metal është lithiumi, edhe ka numrin 7 në tabelën e Mendelejevit, është i jashtëzakonshëm për sëmundjet mentale. Edhe faktikisht, mainstreami, domethënë mjekësia, ka orientuar që është toksik. Që ndërkohë që nuk është toksik fare, 10 mg alumin në ditë të lejohet, që alumini nuk kemi nevojë, ne nuk kemi nevojë fare, e quajnë jo toksik, ndërkohë që lithiumin e kanë quajtur toksik, kur ndërkohë që range, domethënë, i toksicitetit të lithiumit është 80, që domethënë 80 herë norma ditore e lithiumit duhet për të shkaktuar toksicitet e njeriu, ndërkohë që alumini, zingu për shembull, ka 20. Domethënë, toksicitet nga metalet e rënda bëhet fjalë për aluminin, bëhet fjalë për mërkurin. Dhe të dyja këto janë të pa dobishme për organizmin, sepse s'kemi nevojë për to, dhe ndërkohë pastaj duhet kemi parasysh edhe një gjë, është ligji që e kam thënë edhe herë tjetër, ligji i minimumit dhe i maksimumit, që edhe gjëja më e mirë në rast se ne e përdorim përtej nevojave të organizmit, pastaj bëhet dhe toksike, nuk diskutohet. Është qartë.
Tani, për këtë lidhjen e bakrit, koperi, se po e shifja, po e shikoja ndjes. Po, koper në anglisht. Tani, përdorimi i bakrit, ku gjendet, fillimisht, dhe si ndihmon? Ka suplemente. Ka suplemente, kuptohet, janë doza të 2 mg, 4 mg, se në këto dozës duhet merret. A është zgjidhje për gjitha tipet e anemisë? Duhet merret në konsiderat patjetër. Duhet merret në konsiderat patjetër, për fat keq nuk bëhet se edhe problemi analizave se këtu janë të orientuara jo për të gjetur vërtet deficiencat në organizëm. Se mirë është që ne të shikonim sasinë e bakrit në organizëm, por jo të surumi i gjakut, po duhet të kindet, të qelizat. Gjë që se hanë debat shumë, e kemi diskutuar dhe herë tjetër punë analizave, sepse në surum të gjakut nuk të regon se nivelin që është në qelizat e në inde. Ndaj duhet bërë. Miri që të targetojsh, për shembull, që të kishë mundësi të dinim se është nivelin në organizëm dhe në bazë të atyre të suplementoshim, apo jo. Por, është bërë domosdoshmëri sot, për arsye se nuk mund të plotësojmë dot nevojat tona me këta element gjurmë nga ushqimet që ne kemi, sepse toka është varfëruar, produktet nuk kanë me, kërkesat janë edhe më të mëdha, sepse jeta stresante edhe ndotja e madhe që kemi, qoftë kjo nga elektrosmogu, qoftë nga smogu, e bëjnë të domosdoshme që të suplementohen. Do me thënë, do të rekomandojmë që njerëzit ta merrin parasysh, sidomos ata që kanë anemi, dhe për fat keq pothuajse janë të gjithë, që të suplementoshin me bakër. Ju e përmendët shumë mirë më herët, dhe me sa po shoh dhe këtu, mëlçia është një ndër elementet që përmban më shumë bakër. Mëlçia hekur, bakër, edhe bakër. Po, edhe bakër. Kur është toksik, detyra e mëlçisë kjo është, mbi të gjitha është që të detoksifikojë trupin. Çdo gjë që është e tepërt, merret mëlçia me to. Edhe kur themi dhjamosin e mëlçisë për shembull, çfarë bëhet fjalë, sheqerin e tepërt e merr këtë dhjam. Aty fillon. Dhe janë edhe elementë tjerë, domethënë produktet që ne i njohim si të shëndetshme, përmbakan edhe më shumë bakër, çokolada e zezë, pastër, arrat braziliane, salmoni, peshku dhe kaleja si gjethe. Por gjithashtu edhe... Po, është lloj sallatës, sallata e sheqerit gjethet, kaleja. Por mëlçia që ka me më shumë, domethënë përmbajtje. Po kjo është se 12.6 mg kemi rënë viktim e propagandës vegane që është e sponsorizuar dhe i kemi targetuar si të këqij produkte shtazore. Edhe ndaj jemi në këtë drejtë që jemi sot. Fatkeqësisht. Kështu që ka një dezinformim faktikisht dhe ajo që kemi thënë gjithmonë se duket sikur i kemi vendosur ata mjekët që ti paragjyqit popullor. Por është vërteta e hidhur. Nuk i trajnojmë për këto gjëra. Edhe sistemi shëndetësor është monopoli shëndetësor, them. Monopoli shëndetësor i cili është orientuar e drejtuar nga interesat ekonomike dhe si qëllim nuk kanë shëndetin ton, ta harrojmë se kanë si qëllim shëndetin ton, por kanë fitimin. Dhe fitimi, çfarë do? Duhet çesilaçi duhet të smur. Po e more këto elemente që flasim ne, nuk smuresh zotni. Po su smures, prodhon lek. Pik mohbeti, kjo është thjeshta, jo se ka faj mjeku i lagjes, se ata janë viktima për vete. Se ata që na rekomandojnë marrje për vete. Fatkeqësisht. Por ajo që është e pafalshme që mjekët pasi kanë praktikuar 30-40 vjet, duhet bëjnë një pyetje vetë një herë, por çfarë ndodh? Pse nuk shërohen këta njerëz? Edhe problemet më dha pastaj janë edhe probleme konjunktive që ne kemi sot. Probleme neurodegenerative, janë njerëz që mund mental. Nuk e gjen të shpik ku është, është shumë problem. Është shumë problem dhe mendojnë që bakri është një nga përcjellësit më të mirë elektrik, po një dhe gjë ndodh me trupin tonë. Do me thënë, dikojnë edhe në përcjelljen e sinjaleve. Krijuesi ka ditur që ka bërë trupi ynë është një mekanizëm perfekt, por që të funksionojë edhe të jetë perfekt ka nevojë për gjitha këto. Edhe një ndërto është bakri për shembull. Për fat keq, nuk flet njeri, studimet më të fundit e nxjerrin që është i domosdoshëm. Dhe ajo që është dhe me poshtra pastaj, monopoli mjekësor do ta quajë, aty vemi term tjetër tash, jo vetëm që nuk orientohen, po të thotë edhe kështu, shiko, se është toksik. Lithiumi për shembull, që është shumë i domosdoshëm për sëmundjet e trujit, sëmundjet neurodegenerative, për
hiperaktivitetin e fëmijëve, për skizofreni, për të gjitha, që s'kushton asnjë gjë, na kanë bërë toksik, ku nuk ka toksicitet fare, është e tmerrshme. Edhe këto nuk kushtojnë, se kur flasim për një suplementim bakri, të ditë sa gjen, me 10 euro gjen në internet. 10 euro që të kesh suplementim për një vit. Hiç gjë. Të kuptoj. Shumë faleminderit Nikola Andoni, shumë kënaqësi biseda gjithnjë me ju. Mësoj edhe unë personalisht element të rinj, apo qasje të tjera alternative për të gjithë ata që nuk janë dakord me ju. Se ka plot që nuk janë dakord, por gjithsesi kjo është një qasje alternative që u shërben për të ditur më shumë ose të paktën për të ngjallur më shumë dyshimet e vetja. Dhe duke ngjallur dyshimet e vetja, më mirë se njeriu hulumton personalisht edhe bëhet edhe më i ditur në përfundim. Ne do të presim telefonata në studio me qytetarë, se s'kemi pritur, po bëjmë kohë që nuk kemi marrë telefonata se për shkak të kohës jo të kohës nevojshme që kemi pasur në dispozicion. Presim telefonatat e para në studio, numrin e telefonit e kemi Detyra hapur. jonë është të informojmë miq i dashur. Të kenë mundësi njerëzit të aksesin të informimi, pastaj zgjedhjet i kanë dorë. Po për fat të mirë shikoj që ka filluar ndryshojnë gjërat. Okej. Për fat të mirë, edhe fal jush, fal mjetet e informimit që na japin hapësirë, dhe njerëzit kanë filluar lëvizjen. Më pëlqen se ka filluar lëvizjen. Interesante. Mirë, hapim numrin e telefonit. Presim do e keni numrin e telefonit të afishuar shumë shpejt në ekran, për pyetje që do të keni për zotin Doni, Regjet më njoftoi kur të jetë numri gati. Okej, presim. Okej, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirë, presim edhe pak sekonda. Mirëmëngjesi. Gjes. Përshëndetje zotëri. Do të avesh doktorin, po kom të e viqit. A janë të mija mohën nga? Kom të viqit. A janë të mirat? Pa tjetër, burimi më i mirë i kolagenit, pa tjetër zotëri, sa më shumë. Vetëm ki parasysh që se ka dhe në ato rekomandime që thonë duhet zjerë sa më gjatë. Nuk duhet zjerë 24 orë, duhet 6 orë, sepse bashkë me kolagenin pastaj marrim dhe shumë metale që janë të kocka, se kocka ka pak të 12 metale, dhe në njëherë këto metale bëhen dhe të denshme. Kështu që pa tjetër... Po formohet kolagenin në 6 orë? Jo formohet kolageni, ne marrim lëndë e parë. Dëgjoj, kolageni se është edhe kjo tjetër tani, suplementimi me kolagen që e kanë bërë si trendi. Zotëri, çdo gjë që ne marrim nga goja, zbërthehet, fije dhe ribehet nga trupi ynë. Kolageni është një, e parapunësi është një proteina më shumicë në trupin tonë, por është një proteinë e madhe dhe nuk absorbohet nga trupi ynë. Kështu që dhe të suplementime që marrin jo kolagen ande kolagen këtej, shpërbehet në aminoacide njëherë. Kështu që ne kemi nevojë për aminoacidet tek zjeri, tek kockat e këmbëve apo çdo kocka. Bëhet gjelatinoze me 6 orë? Po, ne marrim aminoacidet, aminoacidet pastaj patjetër. Aminoacidet edhe aminoacidet pastaj bëhen kolagen. Patjetër të marrësh edhe mos e vrit mendje fare, sa më shumë tjetër. I sharroj gjithë këmbët e viçave. Sa më shumë më mirë, palca pastaj aq më mirë, mos e keni merak fare nga këto jete. Mirë, presim një tjetër telefonat studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje, po. Jam i interesuar ta pyes doktorin në lidhje me acidin urik dhe uren. Acidi urik dhe ureja. Ureja është çik më e ulët dhe acidi urik është pak më i lartë. Po. Pyetjen nga se shkaktohet asi? Po. Acidin urik e kam thënë edhe herë tjetër dhe po e përsëris gjithmonë, mos besoni që mishi shkakton acidin urik. Edhe mishi shkakton acidin urik, për arsye se është një proces fare normal i shpërberjes së proteinave në përgjithësi. Por ajo që na shkakton acidin urik është sheqeri dhe në mënyrë të veçantë fruktoza, sheqeri i frutave. Këto thot shkenca e fundit, këto thon të rejat e fundit, këto thon specialistët më të mëdhenj. Dhe acidi urik i lartë duhet të keni parasysh që tregon se kemi sëmundje metabolike, zotëri. Mjafton vetëm acidi urik, nuk ka nevojë të bëni 200 analiza, se edhe është edhe kjo gjë skandaloze që bëjmë shumë analiza, jemi të shumë diagnostifikuar që në fakt çfarë bëhet, krijohet dhe konfuzioni. Pastaj çdo diagnozë ka dhe një ilaç dhe na fusin labirinta pa lidhje. Mjafton acidi urik. Në rast se meshkujt e kanë mbi 5.5, atëherë duhet shqetësohen. Po çfarë do të bëjnë? Të heqin frutat? Të heqin
sheqerin. Në tërësi se sheqeri i bardhë është gjithë në fruktozë. Edhe nga ky shkaktohet. Edhe gaut që thonë janë të kristalet acid urik që kumullohen tek duart dhe gjithandej. Kështu që po e këtë lartë zotëri mbi 5.5 dhe 3.5 femrat, atëre sheqerin urgentisht nga ushqimet. Po, mishin tash i duhet të reduktojnë dhe fasulet për shembull janë dhe thonë dhe për fasulet që rrisin. Absolutisht jo, mishi duhet konsumohet sepse mbetjet metabolike, që janë procese normale këto që të ngelet dhe pak acid urik, është shumë i ulët. Nuk është ky që të shkakton probleme me disbalancat me acid urik. Pra sheqerin të lutem dhe mos e vrit mendjen. Mishin mos e ndaj, mos kuptohet, s'themi të hash 2 kg mish në ditët. Pastaj. Mirë, faleminderit zoti Ndoni, presim dikë tjetër në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, je drejt për drejt? Po, jam drejt për drejt. Përshëndetje, zonjë. Të lutem na dëgjoj vetëm nëpërmjet telefonit sepse interferon nga televizori edhe bëhemi të bezdisshëm edhe për qytetarët e tjerë që na ndjekin. Po. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Dua të pyes doktorin, unë ndihem vazhdimisht e lodhur, kam një dopsi trupore. Çfarë mund të bëj për këtë? Jam vazhdimisht e lodhur. Po, s'mund të është sindroma metabolike, që quhet nuk prodhohet energjia e mjaftueshme në mitokondriat zonjë dhe prodhimi i pa mjaftueshme energjisë ka të bëjë me mënyrën e keqe të ushqyerit dhe jetën sedentare që ne bëjmë. Zonjë duhet shikosh çfarë ushqimi merr, këtë duhet ta kombinosh pastaj edhe që mos të hash 20 herë në ditë, po të konsumosh, nuk e di moshën tuaj, po nëse jeni të mbi 40, jo më shumë se 2 herë në ditë. Por ama duhet të ushqehemi me ushqim cilësor, të lutem, dhe t'i çojmë mitokondrias energjinë që është e nevojshme për mirë funksionim dhe për pastrim. Që do të thotë ushqim shtazor, peshk, mish, vezë, të lutem, edhe hiq karbohidratet do ndihe shumë mirë, ndërkohë pastaj se do parë problemi edhe në që më thellë, që mos jemi se do zgjidhesh të gjitha problemet me këto, por ama ka nevojë dhe për pak suplementim, por e fillojmë nga të heqim helmet një herë. Do me thënë, karbohidrate në mënyrë veçantë karbohidratet e përpunuara dhe mandej pasaj ushqim cilësor, se kjo është, po hangrëm ushqim të keq, nuk kemi vend për ushqimin e mirë. Dhe jo vetëm që s'marim ato elementë që na duhen, por shtojmë dhe toksicitetin në organizëm. Ushqimin zonjë në mënyrë absolute dhe suplementim pastaj, po i targetuar, do me thënë që të marrë sa suplemente që tjenë të mëzdoshme, për shembull magnezin, folën pak më parë për bakrin, janë ca gjëra që duhen targetuar. Po shiko ushqimin dhe lëviz të lutem, lëviz. Do me thënë, në gjithë shkallë, mos bëjnë një shpikje të madhe. Aktivitet. Mirë, faleminderit zoti Ndoni, presim një tjetër telefonat, kemi kohë 2 minuta besoj. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Të lutem na dëgjoj vetëm nëpërmjet telefonit, ju mbasim 10 sekonda vetëm duke u sqaruar kështu. Mirëmëngjes. Zotëria ose zonjë drejt për drejt. Mirë, e mbyllim. Presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, përshëndetje. Po, përshëndetje. Po, zotëri. Shkurtimisht kemi vetëm 1 minutë kohë. Tani, një pyetje doktorit, me qenë se sot është dita ndërkombëtare e ushqimit. Po. Se që kjetojnë duhet hash. Edhe ku smurësh mjeku ka një propagandë që thot, ilaçet i ke para buke mas buke. Tani, pse nuk shijojnë? Pse nuk ka në esencën këto ushqime që ham sot? Sepse më përpara të shkojmë një furë buke ngopësh me aromë. Kemi konkuvizuar të lutem, sa e the, propagandë, mos gjua propagandën, mbaro filmi, e këtë zgjidhur problemin, ushqimet nuk janë me të pasura si qishin, dhe shija është, tregon dhe sa i pasur është një ushqim, që ta dini. Po s'pati shije është, nuk është i plot, nuk është i pasur, dhe kuptohet që nuk na shërben shumë. Ilaçet pastaj para buke, mbas buke janë ajo propaganda mjekësore që unë them, propaganda e sistemit të orientuar mjekësor që s'ka asnjë lidhje me trupin tonë, çdo ilaç është helm, si para buke si mbas buke, më shumë ka të bëjë me problemet e stomakut, sa më pak helme aq më mirë, po që të kemi më pak helme duhet të orientohemi me të mos kemi deficiencë në organizëm, domethënë mungesa dhe kjo pastaj me çfarë zëncohet ushqim cilësor, zotëri dhe mish pesh vezë. Pik. Këtu duhet të orientohemi. Të tjerat pastaj
Pa të tjera të bëjmë, po pa këto nuk bëjmë dot. Shumë faleminderit Nikola Andoni për gjithë informacionet që ndanë me ne, për kontributin e vazhdueshëm që e për qytetarët, jo vetëm studio, por më shumë jashtë studios, edhe faleminderit për qasjen tënde të veçantë. Faleminderit juve, kënaqësi si gjithmonë, falenderojmë ata që na respektojnë pyetjet e tyre. Mirë, ne do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, pas pak do të jemi me Marcel Rupin në studio.